Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Namazi i 5, ndryshe namazi i yatsisë. Pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë, namazet më të vështira për munafiqët janë namazi i sabahut dhe i yatsisë. Për shkak se këto dy namaze do të thotë duhet të sfidosh gjumin për hir të Allahut, nëse je imanli besimtar dhe ta respektosh namazin në kohën e vet. Sepse Allahu thot në Kur'an që namazi duhet falur pra në kohën e caktuar, në kohën e vet. Namazi i yatsisë ose koha e namazit e yatsisë fillon prej errësimit të plotë dhe vazhdon deri në kohën e imsakit. Namazi i yatsisë përbëhet prej 13 rekateve, 4 janë sunet, 4 farz, 2 sunet të fundit dhe 3 janë salati vitër. Pra që lihet vitrit tek, sepse Allahu vitrun yuhibbul vitr, Allahu është tek dhe don tekun. Pas niyetit për faljen e sunetit, vazhdojmë faljen e këtyre 4 rekateve duke vepruar njësoj si me rastin e faljes së sunetit të iqindisë. Pas faljes së sunetit e bëjmë ikametin dhe niyetin për faljen e farzit. Këto 4 rekate falen si ato të farzit të iqindisës së drekës. Mas faljes së farzit i falim 2 rekate sunet të fundit të iqindisë, ku veprojmë si me rastin e faljes së sunetit të fundit të drekës. Mandej ngritemi në këmbë dhe i bëjmë niyetin e faljes së salatul vitrit. 2 rekatet e para falen si ato 2 të farzit të akşamit, duke qëndruar ulur këndojmë tehiatin me shahadet, ndërsa në rekatën e tretë, pas këndimit të elhamdulillahit pra Fatihas dhe ndonjë sure, për shembull Ina Tajna, i ngrisim duart baraz me vesh duke thënë Allahu Akbar, sin tekbirin fillestar. Pas lidhjes së duarve duhet kënduar duaja e kunutit. Pas kësaj e bëjmë rukun, sejdën dhe duke ndenjur ulur si zakonisht këndojmë tehiatin, shahadetin, salavatet, duat dhe japim selam. Namazin e përfundojmë pra me tesbih, madhërim të Allahut dhe bërjen e duas si në namazet e kohëve të tjera. Padyshim se namazi i yatsisë është një pasuri e madhe, padyshim se ne kur e falim namazin e yatsisë e bëjmë dhikrin e mbrëmjes dhe bim në gjumë, pra duke qenë me avdes dhe me namazet e përfundura të asaj dite që është kapaku i namazeve pra vitri ose pra salatul vitr, ne nëse bim me fjet me avdes dhe dhikr, do të kemi edhe një gjumë të rahatshëm dhe me lejen e Allahut do të kemi mundësi që të ngritemi për të falur namazin e sabahut. Të gjitha këto namaze, pra 5 kohët namaz, janë pra siç tha dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam, ku erdhi njëri dhe pyeti pejgamberin alayhis salam për çështjen e namazit, tha namazi i ngjan një lumi. Nëse ne lahemi 5 herë në atë lum, a do të mbetej pa pastërti? I than shokët, kella ja Rasulullah, kurse si o i dërguari i Zotit nuk do të mbetej pa pastërti. Andaj namazet e pastrojnë njeriu, edhe abdesi pastron njeriu, si dhe namazi pastron njeriu në aspektin shpirtëror dhe në të vepruarit e tij në jetën e përditshme, të vepruarit drejt dhe mirë.